A është e dëmshme kërcitja e kockave, e vërteta që duhet të dini? Për shumë njerëz, një nga gjërat e para që bëjnë sapo zgjoheni nga gjumi është kërcitja e kockave dhe tërheqja e trupit. Me siguri që ju po dëgjoni, mund të jetë edhe një çast që ju e bëni vazhdimisht. Pjesa më e predispozuar për të kërcitur është pjesa e kurrizit ose duarve dhe gishtave. Megjithatë, mund t'ju dhurojë kënaqësi dhe çlodhje të momentit, por a keni pyetur ndonjëherë veten nëse ky zakon është i rëndësishëm? Në këtë video, sipas Bricaj, do ju tregojmë se çfarë duhet të dini në lidhje me kërcitjen e kockave. Nëse në këtë temë gjeni veten se jeni të vetmit, pasi të dhënat tregojnë se 45% e njerëzve kërcasin kockat. Ajo mund të jetë edhe një faktor rreziku. Kërcitja e kockave nuk duhet të bëhet në mënyrë të shpeshtë pasi do të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imune. Ekspertët këshillojnë që të mos bëhet shpesh kërcitja e kockave, pasi do të ndikojë në mënyrë të integruar në problemet tuaja shëndetësore dhe do të krijojë kështu shqetësime të theksuara të imunitetit.